ka ardhur një moment ku isha I lidhur, domethënë zakonisht nga mbrapa, edhe ma ka rrasë rvolën gojë, edhe atë rvolë duke ma lëviz në gojë, mi kanë thyer disa dhëmë këtu mbrenda dhe mu ka mush goja gjak. Të 10 gardianet që ishin në mesin e tyre që isha, edhe ai mu ballafaqu sy me sy, edhe ma ka zatet ballin këtu, edhe me një plumë ka pas në gojë. Domethënë edhe të në kohën e ka enë. Edhe më thot, pe durve tua mu ka vra shoku ma I ngushtin e logjë. Për mu ka qenë një forcë e madhe. Në spitalin e Pejës ka qenë një pjesë ku disa policë lokal që ishin atë kohë, ata kanë insistue që të më pushkatojnë. Sepse me njëshin paka shumë edhe ngarkesa madhe edhe opinioni medial I asaj kohë serb, se gjoja jam organizatori kryesori I fshatit dhe kumbo armatosin ishte e madhe, atër kanë kërku që edhe kanë insistu të gardianët që të mlshojnë edhe ata aty të me pushkatojnë. Po, ata ishin shumë korrekt edhe të vendost që kishin edhe përgjegjësi, edhe më kanë rujt ashtu që kanë pas detyrën e përcaktuar. Ndërsa ku më kanë kthy në burg, jam intervistuar edhe 3 ditë nga jashtë quajtori prokurori Lazarević, hetus, I cili ishte me prejardhje pej Bosnës, edhe kryesisht kishte të bante me një komandant në logjë në atë kohë me pseudonimin Hitleri. Edhe disa njerëz tjerë, edhe ton kohën ishte presioni që kontaktet me ta, apo kupton. Edhe ku e nje, kush është, pse I ka kërku, apo den saj faktikisht masi kom dalë për burgit, e njeva një muhabet nga shokët që kishte kërku ndrimin tim me disa trupa serb që kishin met aty në fshatin Logjë, edhe nuk e kishin hongër në atë kohë forcat serbe nëpërmjet ndërmjetësimit mjekëve pa kufi dhe kryqit kohës ndërkombëtar, edhe kishin dalë, domethënë, informata shtesë se ai kishte kërku ndrimin, edhe faktikisht përgjigjja ime ka qenë se unë Hitlerin veç në histori e kom mësu, edhe faktikisht ka ardhur një moment ku isha I lidhur, domethënë zakonisht nga mbrapa, edhe ma ka rrasë rvolën gojë, edhe atë rvolë duke ma lëviz në gojë, mi kanë thyer disa dhëmë këtu mbrenda dhe mu ka mush goja gjak. Edhe më kanë shu përsëri në burg, edhe me 8 shtator në mëngjesin e hershme, faktikisht transferet që I bëjshin gardianët në atë kohë, I bëjshin në mëngjeset e hershme, dikun 4:30, 5 mëngjes, 4:30 ose 4. Edhe ai transfer ka qenë për ne shumë I rëndë, sepse e dishim që do të kalonin nëpërmjet një tmerrit pa parë, domethënë, që ishte. Na kanë lidhë për dush dhe për komsh, edhe natë mëngjes na kanë qunë në Mitrovic. Aty kemi kalu, domethënë, gjithë ata që ishim në atë transfer, me mënyrën ma mizore që për ramjeve me shipka, me palica, me kondake, me shkelma, me grushta. Ishte çdo transfer ishte I rëndë. Domethënë edhe ajo pritje ishte që thuajmë na mallështore me veprimin e tyre, që me një fjalë me ta bo bajat për veprën të cilën ti I akuzu. Edhe në atë transfer e pata pak ma të rëndë, sepse me qunë vetmi një javë ditë, edhe në atë vendosin ku isha në vetmi, ishte një torturë të cilën ma kishin përgadit. Ishin disa dyshek të kalbur dhe një jastek ku kishte polizat e plumave. Edhe gjatë 2 ditëve të para se kom flajtur aty, ata polizat më kanë hinë në trup. Edhe besoni që ton kohën ishte një krumje jashtë normales, edhe në kokë, ku edhe në pjesë isha qelë edhe pak që dilke edhe gjak, sepse ata veç shkëshin të dëpërtu. Edhe mas 4 dite që ashtu kom kërku për një gardiani që mos gabofsha ka pas emrin Dalibar. Ka qenë edhe djalë kështu që është qelë mirë për gardianëve në atë kohë në Mitrovic, kom kërku që ja kom tërgu rastin faktikisht, edhe ai ka intervenu atje edhe faktikisht më kanë marrë, më kanë ly me një qëfar preparati që kishin ata, po jo me këtë pjesën e mjekësisë, po kishin bo si lloj pumpe që ishte për sërpikjen e domateve, patateve, laknave, edhe më kanë lënë po për një 20 minuta në qatë, më kanë desh lakuriq, edhe më kanë qumë, më kanë la,
edhe mas 7 dite, do më thonë që e përjetova torturë, më kanë vendosë disa të burgosën tjerë. Aty kemi kalu keq, se kushtet ishin pak më të rënda, ushqimi ishte shumë më i dobët, edhe në sahër që jemi urnu me dalë për me fshin, jemi rapi tyne, sahër kemi kërku me shku të mjeku, jemi torturu për tyne, pikrisht ka qenë një Jusuf Bardhoshi i plagosën gjatë pritës që ka ra, edhe ishte keq me shëndet. Faktikisht, në shumicën e rasteve është mbështet për meje për mi shku të mjeku. Sahër kemi shku të mjeku dhe mi këthuj në e mi ra me ta. Ishte edhe një kohë ku ishte edhe një shpresë për ne, marrëveshja Holbrooke Milošević që kishte ndodhur me 13 tetor, mos gaboj, fshanimi 1998, edhe pikrisht mu kishte caktuar seanca për gjykim me 19 dhjetit 1998. Aty kanë ardhur gardianët me mëngjes edhe më kanë thirrë, më kanë shti në një kombi bus tyne që ishte për me mpru për gjykatën Pej, se faktikisht në Pej isha për me shku për gjykim. Gjatë rrugë kemi kalu mirë, deri sa kemi ardhur në Pej. Në Pej kemi ardhur, e pash që është kogja gjallni me një fjalë, se kishte njerëz që kishin dalë domethënë qytet asi. Është vanu pak ai kombi të stacionit që ishte i kolon. Edhe fati im ka qenë që kombi ka hinë në pjesën mrapa, do me thonë ka pjesa o borit burgut, nuk është nalë kënej ka hymja e gjykatës. Sepse aty ishte përgadit faktikisht eliminimi im pej forca paramilitare serbe, edhe gardianët cilët më kanë marrë, do me thonë ata që ishin 4 Mitrovic, faktikisht ishte një zëvendës komandant i burgut, edhe pjesa tjetër mbështetëse pej burgut Pejs, që disa ishin edhe shqiptar, ku kemi hinë në hymjen pej burgut për gjykat, aty e kom pa një konfrontim që ka ardhur edhe mes policisë edhe gardianëve. Po në atë moment mu ka qelë një derë ku i shkon të u gjyku një pandehur, edhe më kanë fut. Aty mranda dhe i gjykatës më thotë mua, qka, i rrulla kretë, që desha që me thonë, isha i lidhën. Me duhe mrapa, propaganda serbe në atë kohë mediale ka qenë shumë e madhe për mu Fikretin dhe Beqirin. Edhe masanej është përcjell aktakuza ime që ishte ngarkum me organizim edhe me pjesën e armatosës fshatit, dhe ato forcat cilat kishin luftu në Lodz, kishin pas humbjet mëdha. Edhe si shaj revolte, edhe si shaj që mu akmar, isha unë ai që i akuzumi, nga ona e tyne, edhe të gardianët pse me kanë mbrojt ka qenë përgjithësia, që është ngarku pej drejtorisë burgut në atë kohë, edhe mas një 20 minutave sa ka rrjedh ajo të lovi, do me thonë, nuk e din, po besoj që është urnu, do me thonë, pej gjykate, mu heq ata njerëz pej forca pej atyjit, edhe faktikisht një pej atyjne ka kërkue, i vetmi ka qenë ai që ka kërku me mpa mu edhe me mpa me sy kështu. Edhe ka qenë një moment ku të 10 gardianet që ishin në mesin e tyre që isha, edhe ai mu ballafaqu sy me sy, edhe ma ka zatet ballin këtu, edhe me një plume ka pas në gojë, do me thonë edhe të në kohën e ka janë. Edhe më thot, pe durve tua mu ka vra shoku ma i ngushtin e Lodz. Për mu ka qenë një forcë e madhe, se aty thash, pas ka djem që e kanë godit, do me thonë, forcat e tyne. Edhe në Akmer, do me thonë, për krejt ato të bomat këqia që i kanë bu ndaj nesh. Pikrisht, i qmoj, edhe jem krenar për djem të Lodz, edhe për gjithë ata që kanë bu organizimin, për gjithë ata që kanë bu luftën Lodz, sa aty është tërgu një trimni, është tërgu një luft që Serbia do ta mon men.